është i rrezikshëm për shkak se aspekti i raportimit, i transparencës, i kritikës, i protestës e tjere, janë bazamentet të demokracisë. Dhe tash normalisht se keqbërësve nuk u konvenon, nuk ju konvenon këto aspekte cilat janë kruciale për demokracinë. Dhe tash do thotë, përpos asoj që e përmenda në fillim, do thotë se e frikson një gazetar të caktuar, rreziku është të ketë efekt domino edhe te gazetarët e tjerë. Duke thënë mos u merrni me atë person sepse nëse merrni me të, ai 300 padi bën për një emision. Dhe tash rrezikohet që me u kriju një farë amnistie ndaj tij, ai ka gjetë ndoshta tash disa lidhje të veta që institucionet nuk reagojnë më pastaj as media, dhe kjo është tipik që e arrin qëllimin e vet. Fuqia e tij ekonomike mund të jetë jo proporcionalisht më e madhe se sa e personit, e gazetarit, e aktivistit, e qytetarit e tjerë i cili paditët, dhe që në këtë rast ndikon në komplet diskursin publik, e ul kritikën, kritika, raportimi, i shkeljeve tjere janë baza demokracisë dhe baza e avancimit të qeverisjes së mirë. Dhe për këtë arsye definitivisht se duhet krijuar mekanizma jo që i lejojnë në asnjë rrethon, mos të keq kuptohemi në publik, jo që ju krijojnë mundësi, imunitet medjave, gazetarëve, aktivistëve shoqërisë civile e tjerë, me shpif me fy, në asnjë rrethon. Por pa ditë slep janë ato pa ditë që thjesht është raportuar për të vërtetën dhe ai e keq përdor këtë që përmend gjyqtari, që secili qytetar ka të drejtë me e bo një padi dhe ofrohet dhe gjyqësori detyrohet me i ofru mbrojtje gjyqësore. Ai e keq përdor këtë drejtë. Ai e keq përdor këtë drejtë ligjore dhe kushtetuese për ta friksuar opinionin publik që të merret me të, sepse interesi i tij është që ai të jetë larg syve të publikut. Kur jemi këtu, zoti gjyqtar, nëse mujmë një koment në parim, ku duhet me u vendos kufiri në mes të kritikës që lejohet ndaj institucioneve publike dhe pretendimit për shpifje? Edhe sa ka hapësirë, sa duhet me u dhonë hapësirë kritikës kur ajo ka të bëjë me çështje që lidhen me interes publik? Në rastet kur kemi bëjmë me persona zyrtarë, që në këtë rast do thotë mund të jenë bartës të pozitave të ndryshme, gjykata europiane ka vendosur një standard. Këta persona, kufit e tolerancës të këta persona janë më gjerë. Do thotë toleranca duhet të jetë më e gjerë, për arsye se lidhet drejt për drejt me interesin publik. Dhe drejta e informimit, do thotë në një formë e mboshtë, durimi duhet të jetë shumë i madh. Pra kufit e tolerancës janë më gjerë. Në këtë rast e përmendi zotri Shala paraprakisht, në këto raste gjykata i trajton me një do të thotë seriozitet, dhe në këtë rast është një standard i ndërtuar. Ka raste që gjykata europiane i ka konfirmu përmes vendimeve të saj, edhe në qoftë se ishin vendimet tona, kryesisht i referohen këtyre rasteve, pra kur kemi bëjmë me persona zyrtar apo persona publik, toleranca duhet të jetë më e gjerë në raport me, do thotë, interesin e publikut për të informuar lidhur me një çështje të caktuar. Ardian, sa është e lodhshme, sa është dekurajuese që ky fakt që kemi u përballë vazhdimisht me një seri të ankesave që vinë, edhe të në KMSHK, edhe në KPM, edhe i drejtohen vazhdimisht gjykatës. Normalisht që është e lodhshme, për shkak se ti nuk mundesh me shkruaj njëjtë siç ja shkruan, për shkak se ankesa në KPM është ndryshe, në Këshill të Mediave vjen ndryshe, në gjykatë vjen ndryshe. Normalisht kur është puna që shkon lënda në gjykatë, atëherë marr edhe ndimen e juristëve të cilët i ka Klan Kosova, të cilët i shfrytëzojnë, por kryesisht që ka të bëjë me KPM të tjera është punë të cilën unë e bëj vetë, edhe mi hupë, do me thonë sa ardë vjen fatëbarësisht që të muj kanë arë veç 2, por në gjithorë, për shembull, janë 10 ankesa të cilat janë arë, nuk kanë pas bazë, me bereqet, por që unë mendoj që kjo ka ndiku, e tha edhe Leonida nëse zgaboj pak më herët, që ka ndiku diskursin në cilën e ka ndërtu
kjo qeveri që kemi pas dhe që ka fitu ende, diskusit ndaj medjave, duke e dehumanizuar medjen dhe duke e bo medjen në sytë të publikut si medja cila vetëm shpif. Dhe kjo ka jap zemër edhe njerëzve që e din që nuk kanë të drejt me ju dritu institucioneve cilat me bo ankesa që pastaj na vinë neve si përgjigje edhe na duhet me ju këthy përgjigje me pa tjetër në mënyrë që mos me hup landën, sepse ndodh tash llogaritën në mediat të vogla edhe në ato mediat të cilat gazetarët ndoshta as nuk din me formulu një përgjigje, nuk ka një jurist i cili mundet më ndihmu. Unë e di që Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës u ndihmon gazetarëve përmes avokatit Yll Zeka, edhe është një ndihmës shumë e madhe, por mundet me pas tazom në mediat lokale që nuk e din këto edhe ata thjesht nëse nuk kthejnë një përgjigje mujnë me hub landën dhe kjo përveç që është e mundimshme, atëherë edhe kushton. Sepse nëse ti hub landën në KPM, aja është kështu edhe nëse fitojmë në landën KPM, ai shkon në gjykat, por kjo ja jep rrugën atij që më të padit në gjykat dhe pastaj ai ndoshta as nuk din me kthy përgjigje as në gjykat, përgjigjen pa di, kështu që shkakton një efekt domino që tha ky, që gazetari dekurajohet, ka frik me punu dhe thjesht vendos ndoshta edhe me ndru profesionin se thjesht lodhet, do thot, nuk po duhen më marr me secilin njeri që i teket që ka bu diçka të keqe, e ti e ki zbuluar të keqe dhe ai të kthehet ty me kundërpërgjigje të tillë. Kësim, apo normalizohet kjo puna e padive, më qenë se përveç përvojave si IKD, si betimi për drejtësi, edhe në qendër për ndihmë juridike, keni përfaqësu lëndë, pra keni mbrojt gazetarë caktuar për t'ju ndihmuar në rastet e këtyre padive. Apo normalizohet krejt kjo farë forme e veprimit, apo krijohet një farë modus operandi i këtyre njerëzve që thjesht ta shfrytëzojnë këtë metodë që ta ulin kritikën edhe t'jenë të mbrojtur në të ardhmen nga këto kritika? Ka vite që është duke u diskutu çështja e slep padive, dhe ajo çfarë e karakterizon është se vetë pas viti ka shku duke u rrit kjo dukuri. Do thotë fillimisht nëse nisem me pej raportimeve tona e më pastaj do thotë edhe rastet që i përfaqësojmë si QNJ, po edhe kontaktet që i kemi, edhe monitorimin që e bëjmë, definitivisht se ka fillu me u bu një farë modus operandi, do thotë që në një farë forme e shohin një gazetar një raportim që është bërë kundër tyre dhe thjesht fillon ajo lufta me shkresa. Dhe tash do thotë i kanë mësu secili një farë forme se si me vepru dhe si me të lodhë psiqikisht dhe financiarisht. Po edhe në aspekt kohor që është shumë e rëndësishme. Fillimisht ta dërgon një shkresë, ti i kthen përgjigje, shkon në KMSHK, do thëtë shkon në KPM, askund asgjë nuk vlerësohet, diçka që me thonë në merita, mirë po vetëm sepse nuk kemi ende një legislacion adekuat anti-slep, mirë po thjesht do thotë ti du të me i dhonë përgjigje se cilët. Më pastaj shkon gjykate e përmend krejt këto. Tash nisin që qendër për ndihmë juridike e IKD-s, ofrojmë ndihmë juridike edhe në rastet e slep padive dhe kemi një numër të konsiderueshëm të rasteve të slep padive që kemi ofru ndihmë juridike dhe edhe në këto raste do thotë nëse i krahasojmë rastet të cilat i trajtojmë edhe këtu ka një ngritje të numrit që fatkeqësisht tregon se është bërë një formë e veprimit që po shihet si një farë lloj alternative se si me u amshil gojen gazetarëve, aktivistëve të shoqërisë civile kur ata flasin për të njëjtit. Ndoshta për disa të zëm biznese të caktuara, politikanë të caktuar, thjesht mjafton do thotë që ata me u hek prej diskursit publik, me u hek prej diskutimit dhe ata tentojnë që këtë ta bëjnë me përmes këtyre metodave. Ka posur do thotë dhe ka ende individ që kanë të 10-ra, 100-ra raste kundër gazetarëve, kundër medjave, kundër secet cilit, që në një farë forme ati në komunitet me i dole emre, nëse raporton për to, dije që 3 shkresa i ke. Dhe kjo është problemi, do të thotë që në një farë forme është kriju një farë dukuria dhe një farë normaliteti. Tash si duhet me u trajtu ndështë këto lëndë dhe çka duhet me botutje.
Tash legislacioni i Kosovës nuk është do të thotë plotësisht i harmonizuar. Nevojitet legislacion nevojitet legislacion shtesë për kitazi me nevojitet legislacion shtesë për kitazi me çështjen e trajtimit të rasteve slep. Megjithatë nuk është që nuk kemi fare dispozita që të paktën i afrohen direktivës. E që mujnë me u shfrytzu që mujnë me u shfrytzu aktualisht.